Selenica dhe Drashovica ishin ndalesa e radhës e drejtuesit politik të qarkut të Vlorës Damian Gjiknuri, ndërsa prezantoi kandidatin për deputet Vullnet Sinaj. Duke ndalur te kandidatura me të cilën Partia Socialiste kërkon votat e banorëve të zonës së Lumit të Vlorës, Gjiknuri tha se me zgjedhjen e Vullnetit në një farë mënyrë dham sinjalin e parë që ju respektojmë si zonë. Me zgjedhjen e Vullnetit në një farë mënyrë dham sinjalin e parë që duam vërtet t'ju respektojmë si zonë, sepse zgjodhëm një njeri që ka lidhje të forta me zonën. I mbajti, i respektoi njerëzit, që tamam një lab që nuk shkëputet nga vendi i tij. Pra po votoni një njeri, nuk po votoni thjesht një slogan. Keni një njeri, një djalë tuaj që janë njën e rënjët dhe që përfaqëson forcën më progresiste politike. Gjiknuri komentoi dhe projektin tani më në konkretizim e sipër të ndërtimit të rrugës së Lumit të Vlorës, duke insistuar se ky është premtimi mbajtur i kryeministrit Rama. Po bën një rrugë që ju e dini shumë mirë dhe unë e mbaj mend i vogël, po shumë të tjerë e kanë thënë brez pas brezi, kur do të bëjë rruga e Lumit Vlorës. Kush që ajo qeveri do e merrte përsipër ta bënte këtë realitet. Dhe praktikisht Edi Rama e mbajti fjalën. Qeveria socialiste e mbajti fjalën, rruga ka filluar, do të vazhdojë dhe ajo do të sjellë potenciale të mëdha ekonomike për gjithë zonën. Nuk është thjesht çështja rrugë, se po bëhet njerëzit duan të shojnë rrugë. Rruga sjell zhvillim. Rruga ju lidh shumë afër me qytetin e Vlorës. Qyteti i Vlorës në vetvete po transformohet. Kandidati për deputet Vullnet Sinaj shpreu bindjen se banorët e Lumit të Vlorës do të zgjedhin në 25 qershor votën masive ndaj Partisë Socialiste. Unë ju them se në 25 qershor ne do bashkohemi të gjithë së bashku për të marrë rrugën drejt Europës. Nuk ka asnjë timonier dhe asnjë mjet tjetër që e çon Shqipërinë, që e çon Vlorën, që e çon Drashovicën drejt Europës, veç timonierit Edi Rama dhe Partisë Socialiste. Ju ftoj të gjithë së bashku, të majtë dhe të djathtë, të votojmë për Partinë Socialiste, për qeverinë e Edi Ramës, që është vetmja qeveri që ka për të bërë realitet ëndrat e Labrisë dhe Drashovicës. Ju ftoj që të gjithë së bashku të majtë dhe të djathtë të votojmë për Partinë Socialiste, për qeverinë e Edi Ramës, që është vetmja qeveri që do të bëjë realitet ëndrat e Labrisë dhe ëndrat e Drashovicës, përfundoi Sinaj.